Universiteti i Tetovës ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Sam Houston të shtetit të Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rektori i UT-s, Jusuf Zejneli, tha se sapo është kthyer nga SBA dhe fal këtij bashkëpunimi, studentët e UT-s do të mund të fitojnë bursa në këtë universitet si për studime themelore, ashtu edhe për studimet e magjistraturës. Ne sapo jemi kthyer nga realisht qyteti i shteti Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ishim në Universitetin Sam Houston State University, me cilin kemi të nëshuar marrëveshje bashkëpunimi dhe aktualisht jemi në fazën e konkretizimit të bashkëpunimit real, pra ndërmarrim gjitha hapat veprimet për të konkretizuar të bashkëpunim, sidomos në dobi të stafit ton akademik, studentëve dhe stafit administrativ, po për tani fokusi është në bashkëpunimin kryesisht në dhënien e mundësisë për studentët tanë që të kenë mundësi të vazhdojnë në qoftë studime themelore apo të magjistraturës në Universitetin Sam Houston në Teksas.